Përshëndetje të nderuar teleshikues, ju ftojmë në edicionin informativ të lajmeve në televizionin Media Plus. Ndonë se landfilli në komunën e Bushatit është parashikuar për depozitimin e mbeturinave për zonën e qarku të Lezhës dhe të Shkodrës, ai pothuajse është bosh, pasi njësitë vendore nuk kanë marrë asnjë mas për depozitimin e mbeturinave pranë tij. Gjithë ky ngërç lidhet dhe me kuotën e përcaktuar për çdo ton mbeturina të depozituar, e cila është më e ulta se në çdo vend tjetër të botës. Landfilli në komunën Bushat, investimi i qeverisë shqiptare me vlerë rreth 500 milion lekë dhe me kapacitet prej 130 tonë në ditë, ku është parashikuar depozitimi i mbeturinave për zonat e qarkut të Shkodrës dhe të Lezhës, pothuajse është bosh pasi njësitë vendore nuk po i përgjigjen këtij projekti man komunitar. Ata preferojnë më mirë të mbushin malet, lumenjtë dhe fushat me plehra e mbeturina sesa t'i dërgojnë ato në vendin e duhur, ashtu siç veprohet në çdo vend të botës moderne. Deri tani është vetëm komuna Dajç, Bushat, Dajç i Zadrimës, Shëngjin, Hajmël, Bashkia Vau të Dejes, ajo e Lezhës dhe vetëm një periudhë fragmentare Bashkia Shkodrës, që i depozitojnë mbeturinat në këtë vend, depozitimi me kondicione të larta teknike. Gjithë ngërçi lidhet me kuotën e përcaktuar për çdo ton mbeturina të depozituar, ndërkohë që drejtuesit e komunës Bushat shprehen se kjo kuotë e përcaktuar në 7 euro për ton, nga bordi i menaxhimit është më e ulta se në çdo vend të botës. Tashmë menaxhimi ka kaluar në dorë kompanisë gjermane Becker Albania, kompani lider në Europë për përpunimin e mbeturinave në Europë. Ata thonë se komuna Bushat e mirëpriti këtë investim, madje vetë kryeministri Berisha në ditën e provurimit që shprehur se çështja e mbeturinave urbane, apo të flasim hapur e plehrave, është themelore për vendin dhe shoqërinë tonë. Kjo është një çështje e cila kërkon trajtim më serioz, pasi më shumë se çdo gjë tjetër ka të bëjë me shëndetin e fëmijëve tanë, me shëndetin tonë. Më shumë se çdo gjë tjetër ka të bëjë me imazhin dhe me emrin tonë. Por sa e kanë dëgjuar drejtuesit vendor këtë porosi të kryeministrit? Shihet në vend ku nuk duket asgjë për së mbari dhe vetëm ndonjë makinë me të rrallë shet të futet në portat e këtij landfilli. Disa detaje për këtë problem i jep drejtori i menaxhimit të këtij projekti për Bushatin, Zia Gërbeti. Me Zia Gërbetin, që është drejtori i ndërmarrjes ndërkomunale të landfillit Bushat. Zia, na sqaroj çik për landfillin, domethënë kapaciteti i tij sa është? Kapaciteti i landfillit është 1 milion ton. Do të shërbejë për mbi 20 vjet. Jo shërben mbi 200.000 banorëve. Është ndërtuar të funksionojë në shërbim të komuniteteve të qarqeve Lezhë dhe Shkodër. Deri tash janë afruar shumë ekonomi, shumë të tjera po afrohen dhe ardha e mbeturinave vazhdon. Çka është për të theksuar, sepse edhe specialistë të huaj që vinë her pas here për të parë zbatimin e teknologjive, janë shumë të kënaqur me zbatimin e teknologjisë. Komuna e Bushatit, domethënë komuniteti i Bushatit e ka pranuar domethënë që ta ketë të landfill, domethënë në konsciencën e vet? Fillimisht ka qenë shumë e vështirë, sepse në përgjithësi ajo që dihet është që të kesh një landfill në zonën tënde nuk është ndonjë sukses i jashtëzakonshëm, sepse ti po grumullon plehra, mund të themi, dhe po i fut në territorin tënd. Megjithatë, me një punë që u bë nga Këshilli i Komunës, nga administrata e komunës, duke i marrë përsipër edhe eliminimin e impaktit negativ që mund të shkaktojë nga ky landfill, komuniteti besoi dhe u bind dhe landfilli u ndërtu. Atëherë, pse nuk ka realisht nga gjitha bashkitë të paktën të këtij rajoni dhe njësitë vendore që t'i sillin mbeturinat? Lidhet kjo me faktin që e quajnë një tarif jo dashur të pranuar? Mund t'ju theksoj se çmimi për ton i mbeturinave në landfill, sipas projektit hartuar nga Pola Italiane, ka qenë 18 euro toni. Por pothuajse a priori ne na duk shumë e lartë, duke patur parasysh edhe nivelin ekonomiko-financiar të komunitetit, dhe ne e ulëm në 13 euro. Klientë të ndryshëm të landfillit kishin vërejtje për çmimin dhe ne ju lëmë të drejtën që ta gjenin ato personin apo kompaninë që do të studionte në mënyrë të hollësishme çmimin dhe ta vendosnin duke mos qenë në pjesë e caktimit të këtij çmimi. Ato morën një kompani e quajtur Valuat Management, e cila mas studimit nxorri se çmimi për ton i mbeti urbane që do të vinin në landfill do të ishte 7 euro. Në ekonominë të tregut asnjë punë nuk mund të bëhet më pa lek.
Shkodra vazhdon të sjellë mbeturina aty? Aktualisht Shkodra nuk ka sjellë mbeturina, përveç çmimit që kanë përmend disa herë në televizion, unë nuk di se kanë ndonjë arsye tjetër. Ato kanë sjellë një sasi 400-500 tonë mbeturina në një kohë, por momentin që ne e vëmë në eficiencë dhe aty u futen mjetet punëtorët dhe e gjithë teknologjia, ne nuk mund të punonim dot me pa para. Dhe pas kësaj Shkodra nuk solli më. Komunat dhe njësitë e tjera kanë sjellë dhe janë korrekte edhe me pagesat. Ministritë e Linjës duhet ndërhyjnë për këtë problem, sepse nuk është më Shqipëria e para 10-15 viteve, e cila mund t'i hedhin mbeturinat nëpër lumej, nëpër kanale, nëpër liçene e tjera, apo edhe t'i djeg. Tashmë ka ardhur koha që të marrin kuptimin e mirëfillt në shqip fjala landfill. Për t'ju rikthyer edhe një herë fjalës së kryeministrit kur tha: "Besoj se të gjithë biem dakord se detyra për pastrimin e shtëpisë është gjithnjëra të Zotit të shtëpisë e atyre që banojnë aty. Ndaj, jam këtu për të bërë thirrje të gjithë kryetarëve të komunave e të bashkive të vendit, ta vlerësojnë me seriozitetin më të madh pastrimin dhe trajtimin e mbetjeve urbane. Por sa i kanë vënë në vesh drejtuesit e njësive vendore këtë porosi të shefit të qeverisë, mjafton të shohim qytete, fusha, kodra, brigje lumençe detësh të mbushura me plehra lloj-lloj, si dhe këtë investim modern që qëndron në pritje si një stoli e tepër të mjedisit ton urban të tendotur gjithandej." Ka vijuar dita e dytë e konkurimit për specialist në Bashkinë e Lezhës, ku vetëm gjatë kësaj dite morën pjesë 40 konkurrent. Ky konkurs do të bëjë të mundur ngritjen e një administrate më efikase në këtë bashki, për të përmbushur objektivat e rëndësishme të saj, si dhe për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Në kuadër të zbatimit të projektit mbi transparencën e pushtetit vendor në Bashkinë e Lezhës, ka nisur dita e dytë e konkurimit për specialist në zyrat e financës, tatim taksës, ndihmës ekonomike, si dhe për zyrën e programimit të zhvillimit. Në fjalën e hapjes nënkryetari Barbullushi, një herësh edhe kryetar komisioni, nënvizoi rëndësinë e kësaj nisme mbi transparencën e përzgjedhjes së specialistëve pranë kësaj bashkie. Në dytën e ditë të konkursit morën pjesë 40 konkurrent, pretendent për specialist të ardhshëm në Bashkinë e Lezhës. Konkurrentët do të vlerësohen nga specialistë të fushave nëpërmjet një komisioni të posaçëm të quajtur ndryshe Komiteti Ad Hoc. Ky konkurs me mekanizma të vlerësimit real do të bëjë të mundur ngritjen e një administrate më efikase në Bashkinë e Lezhës për të përmbushur objektivat të rëndësishëm të bashkisë, si dhe për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Në fund të konkursit do të përzgjidhen 36 specialistë të profileve të ndryshme. Në prefekturën e Lezhës është organizuar një takim me drejtues dhe specialistë të fushës së peshkimit, të cilët kanë diskutuar rreth problemeve që lidhen me gjuetinë e palishme, si dhe masave që duhen marrë ndaj kundravajzëve dhe shkelësve të ligjit. Po ashtu gjatë këtij takimi është kërkuar dhe bashkëpunimi të gjitha institucioneve për të gjurmuar subjektet e individët që gjuajnë në mënyrë të palishme në det. Nga gjuetia paligjshme jo vetëm që po dëmtohet peshku në zonën e Shëngjinit, apo laguna dhe lumi Ndrin, por po dëmtohet seriozisht dhe speciet e rralla. Ndaj shteti duhet të ndërhyjë me të gjitha mjetet. Kjo është artikuluar me forcën në një takim që prefektura organizoi sot në Lezhë. Prefekti i Lezhës Pal Dajqi sqaroi dhe arsyen kryesore pse bëhet ky takim i zgjeruar me drejtuese specialistë të fushës, jo vetëm në Lezhë, por edhe nga Ministria e Mjedisit. E rëndësishme është kuptohemi dhe gjejmë rrugët e mirëkuptimit, të gjejmë rrugë e bashkëpunimit. Unë e them që nëse nuk do të bashkëpunojmë të gjithë së bashku, duke i vënë në dispozicion njëri tjetrit ndihmën për rastet kur ka shkelës të ligjit, them që nuk i arrin dot. Nëse ky koordinim, ky bashkëpunim, kjo marrëveshje e sotme, bashkëpunimi midis palës së interesuar, ne si përfaqësues të shtetit, Inspektoratit Peshkimit që vjen këtu për të kontribuar për gjithë rrugët e harmonizimit, por edhe për të ndëshkuar ata anije të cilat shkelin ligjin detar. Arjan Malli, drejtori i përgjithshëm i ujrave, ka kërkuar masa drastike ndaj kundërvajtasve dhe shkelësve të ligjit që po zhdukin peshkun dhe pasuritë nënojore të zonës së Shëngjinit. Ne sot ju kemi thirrur që të gjejmë urat e koordinimit dhe bashkëpunimit për t'i dhënë fund një herë mirë situatës të paligjshme. Nuk bëhet fjalë nëse ekziston apo se nuk ekziston një situatë paligjshme, po dhe shumë e thellë në Lezhë. Situatë paligjshme që anije të veçanta brenda një periudhe nëntditore kanë dalë 5 herë dhe kanë ushtuar veprimtari kundërshtim flagrant me ligjin, duke peshkuar në zona dhe peshk tërësisht të kundërligjshëm.
Sigurisht, instrumentat tona janë ligjore që ne të operojmë dhe t'i japim fund kësaj situate kundërligjshmërie, por gjithsesi në radhë të parë unë do të kisha kërkuar dhe ishte në interesin tim, në konceptimin tim që neve fillimisht të ndërgjegjësojmë mbi rolin dhe rëndësinë që ka pikërisht të gjithë së bashku të bëhemi komplementar në mbrojtjen e këtij resursi. Në takim kanë marrë pjesë edhe grupet e interesit të fushës së peshkimit, të cilët janë shprehur të indenjuar për faktin se si po veprohet me këto pasuri detare dhe lumore. Gjuhet nga firma të palicencuara duke dëmtuar keqazi jo vetëm peshkun, por edhe specie të rralla nënojore të detit në këtë zonë. Në këtë takim është kërkuar bashkëpunimi të gjitha institucioneve të zbatimit të ligjit që nga policia, kapiteneria portuale, drejtoria e shërbimit ujor, autoritetet vendore e tjerë, duke theksuar faktin se duhen dhe mjete të sofistikuara për të gjurmuar subjektet që gjuajnë në mënyrë të paligjshme, sidomos në det. Në ditën e 9 të grevës së urisë, një minator është detyruar të largë grevën për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Sipas burimeve nga ambientet e grevës, minatori është dërguar për ndihmë në spitalin e Burrelit, por ndërkohë minatorët kanë zhvilluar dhe një tubim në formë proteste. Një nga minatorët grefis në Bulqiz është detyruar të braktisë grevën e urisë. Sipas informacioneve të fundit, minatori Sali Aliu është larguar nga greva pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Burime nga ambientet e grevës bëjnë të ditur se Aliu është dërguar për ndihmë në spitalin e Burrelit. Greva e minatorëve ka hyrë ndërkohë në ditën e 9 të saj, ndërkohë që mbahet edhe një tubim në formë proteste. Kryetari i sindikatës së minatorëve Taf Koleci përsëriti të hënën kërkesën e minatorëve për largimin nga puna të drejtorit të minierës së Bulqizës Medat Zogu, i cili sipas tij ka kryer shkelje. Konkurenca e pandershme si dhe rritja e çmimit të karburanteve ka bërë që transporti publik të përballet me vështirësi të shumta. Sipas drejtuesve të automjeteve, deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë nismë konkrete nga institucionet vendore për të zgjidhur këtë problem të rëndësishëm dhe jetik për ta, për t'i dhënë fund abuzimeve. Për të qenë sa më afër problemeve të qytetarit, kamera e televizionit Media Plus u fokusua në transportin publik. Konkurenca pa ndershme dhe rritja e çmimit të naftës janë dy problemet kryesore me të cilat po përballen shoferët e taksive 4+1 dhe 8+1. Shoferët shprehen se ky problem ka ekzistuar edhe më parë dhe akoma nuk është dhënë asnjë lloj zgjidhje. Kemi investuar gjithçka për këtë punë, paguajmë taksa në mënyrë të rregullt dhe konkurohemi nga gjithkusht në mënyrë të pabarabartë. Ata shprehen se kanë ndërmarrë shumë nisma, madje edhe peticione, por pa rezultate. Si është konkurenca këtu? Duket shumë e pandershme. Ju çfarë mendimi keni? Ky për ne nuk është një problem i panjohur, do të thonë kjo punë është bë boz, e ke parasysh. Nuk ka fjalë për të fol, se makinat shiviku i ke rreth rrotull, është me fol kot. Kjo ka ekzistu edhe do ekzistoj. A jeni ankuar në bashki për këtë problem? Jo një herë, po 50 herë, ke parasysh. Ne kena bë edhe peticion bashkis, kena qunë. Çfarë ju kanë thënë? Të njëjtat gjëna janë gjithmonë, ke parasysh. Të njëjtat gjëna, ato vinë 2-3 herë, ke parasysh sa ashtu. Normalisht stacioni taksive në mënyrë kategorike nuk do të nalen fugonat. Këtu vjet nalet fugoni aty, klienti është për Tiranë, ky thotë hajde me 2500 lekë për Tiranë. Atëherë si të punojmë ne? Po çmimi i naftës është i përballueshëm. Nafta është rrit në mënyrë, dhe më thënë, që me të thënë, për ne është krejt e pa përballueshme. S'kam që me folë në zonë e di se s'kam që me folë. Mi shku, o zotni, nuk zëven fjolem, zëven gjepi ati si është pa letra. Shumë nga shoferët nuk pranojnë të prononcohen në kamera. Ata shprehen pas kamerave se ndjen të rrezikuar dhe se është kohë të prononcohesh sepse asnjëherë nuk kemi arritur në zgjidhje konkrete. Ata vijojnë më tej duke thënë se shpesh herë kemi protestuar para bashkisë dhe prefekturës dhe nuk është ndërmarrë asnjë nismë konkrete nga organet kompetente për zgjidhjen e këtyre problemeve. Pamundësia e gjetjes së tregut kanë bërë që tonelata me shalqi të kalbe në arave, duke u sjellë dëme të mëdha fermerëve. Mbetja stoke sipërfaqeve të tëra me shalqi ka ardhur si rezultat i mos eksportimit veçanërisht në Kosovë. Por ajo që mbetet shqetësuese për fermerët është abandonimi nga institucionet e Ministrisë së Bujqësisë, pasi nuk orientojnë fermerët për mbjelljen e prodhimeve sipas kërkesave të tyre.
Kur merr rrugën për në Shkodër, syri të zë gjithandej shalqi të kalbur në parcela të ndryshme. Nuk është ndonjë kalbje natyrale këtij prodhimi të fermerëve të kësaj zone, por pamundësia e gjetjes së tregut pikërisht në pikun e prodhimit. Tonelata me shalqi janë kalbur gjithandej këtyre arave, duke u sjellë dëme të mëdha fermerëve të kësaj zone. Ata shprehen se mbollën këtë prodhim bujqësor të kërkuar në tregun e Kosovës, pasi maunet të tëra u amerrin sapo ata e prodhonin për në tregun kosovar, madje me çmime të levërditshme për ta. Por këtë vit asnjë maune nga Kosova nuk u pa në këtë anë, dhe prodhimi jo vetëm që u shit me çmim gati 5 herë më të rirë sa i vitit të kaluar, por dhe mbeti stok në përara derisa u kalbi tëri. Bib Leshi, pensionist, është njëri prej fermerëve që është dëmtuar në 6 dynim të mbjellë me shalqi, ndërsa dele shet një dorë speca dhe kipça anash superstradës Lezhë Shkodër. Bib, ju jeni fermer? Po fermer, kështu fermer privat i vogël si panë. Sa tokë keni? Unë kam 12 dynim tokë. E mbjell gjithën? Gjithë e mjeli. Çfarë mbjell? Janxhe, misër, bostan. Mirë, unë pash gjatë rrugës që kishe shumë parcela me bostan të dëmtuar. Po, arsyeja është se nuk ka shit simet. A shit kështu krejtësisht lirë, kush nuk e mori, vjet nga ka marrë Kosova, me mjetët e tyne, e nga kështin fillë mlok, e peshojshim, paret nga 150-160 kilja. 6 majt, 15-16 majt le kilja. Po si vjetë sa shit? Si vjetë ka shu 50 lek, 40 lek, 30 lek. Makinat e Kosovës nuk kanë lartë? Ja, s'ka lartë. Afërsisht sa bostan keni ba ju? Si mjetën afërsisht kam pas 5 dynim e gjys, të 6. Me kuintal? Me kuintal për zotën. Me kuintal, ky heri ka pas 200 quintal. Një ky, i tonë. Do 200 quintal. E vati të shtëpia kam pas një 120-150. Nga këto 200, 150, 350, afërsisht 400, sa kuintale shprish? Si ka prish, po, për zotën prish është 350 quintal që. Do të thot në para, sa vlerë humbje? Po, 100 quintal, të ashtu me lëvit çmimin se kena shit në sëta, çmimi aktuali vjesim. Me të vjeshmin, sa mund të gjithë? 100 quintal, nga 15 lek, i ta kanë 1,2 lek. 1,2 lek. Do me thënë, si vjetë nuk keni nxjerrë as shpenzimit? Plasmasi nuk është, s'ka dojnë mu pagu. Ju nuk arrini do të me bë kontrata, apo nuk ju orienton njëri? Nuk ka orientukësh. Nuk nga ka orientukësh. Vjen ndonjëherë drejtoria bujqësisë për të pa për çfarë duhet mbillin, si duhet mbillin etj. Të shtëpia s'na ka ardhur, ato zyret mund të jenë atje, po të shtëpia nuk na ardhur. Atëherë, është një lloj apeli që ju të mos harxhoni kështu kot, dhe të mos prishni domon parat, edhe të mos dëmtoni në fundit edhe tokën kot fare. Një apel që të ketë një organizim? Ba me ditë, për shkak se nuk na marrin kushtu. Nga jashtë, nuk ke lërdi me miell. Jo, ma e mielli misër, grun, janxhe, për lop, për blektorin. Ajo që mbetet shqetësim janë abandonimi që u është bërë fermerëve gjithandej fshatrave dhe komunave nga institucionet përkatëse të Ministrisë së Bujqësisë, pasi askush nuk e kryen detyrën për të cilën paguhen për të orientuar mbjelljen e prodhimeve sipas kërkesave të tregut dhe për të aplikuar strategji zhvillimi bujqësor në përshtatje me këto kërkesa të tregut. Për më tepër, hapja me Kosovën nuk po shfrytëzohet me projekte bashkëpunimi ku vendi ynë dhe sidomos pjesa e ultësirës perëndimore të vendit, si e zonës së Shkodrës dhe Lezhës apo Korbinit me fusha të bollshme produktive, mund të aplikojë program me bashkëpunimi e ndërveprimi tregjesh afektive sa i përket bujqësisë. Një 23 vjeçari nga fush Mamurrasi ka kërkuar ndihmë pranë organeve të policisë për të gjetur bashkëshortin e saj, pasi prej disa ditësh i shoqi është larguar pa dhënë asnjë adresë. Sipas 23 vjeçares, një nga arsyet e largimit ka qenë jo vetëm vdekja një prej pjesëtarëve të familjes, por dhe problemet mendore që ka pasur i shoqi. Një grua është qetësuar rrëfen ankthjen e saj për humbjen e bashkëshortit për mikrofonin e Media Plus, me shpresën se burri do të kthehet në shtëpi shumë shpejt. 23 vjeçarja, shpresa shkurti nga fush Mamurrasi, shpreson që burri të kthehet në shtëpi sa më parë. Sipas bashkëshortës, ai është larguar nga shtëpia pas vdekjes së gjyshes disa ditë më parë, pasi i mbetur në kohë jetim ishte rritur nga gjyshja e tij. Ai është larguar nga shtëpia në orën 6:20 e kam ditur që ka hequr nga shtëpia. Po. Dhe kam shkuar, kam vrojt që u bëm si marak se mos ka hikë shina tetra në hyp në tren, po atë nuk e gjeta, si ishte herët. Edhe shkova prapë ke kushën e veti, natë nuk e gjeta. Ma atë që shkova në shtëpi, ai ka flet atë natë me mua, nuk i bi hasha. Atë natë ai ka flet me mua, por nuk e kam nej kur në fëtëshore. Nuk e kam gjuhë, dhe unë kur në gjes,
nuk më dulë gjomi se si më mërtë më. Kam një 2 muaj para me në ne vjerrit, me në më thonë për jush ti bon hizmet, si fëmi, si lahet. Edhe derin 2 rrisha unë, pasërës 2 rrit e ajë, atjera mu 3 dit në të kaj më kam, mërtë, 3 dit, së ndullë gjomi, me të thonë drejtën, së në shova heret, ata nuk e neva. Aje pas ka kalë me një vetë, e ka hikë. A kanë përcel qirë të nuk e di. Kuj gjiftë së një vetë. S'kam pëse t'i vetë, gjiftë sikur s'kam shef me muaj qitri, mu nuk së një vetë i tjetë. Aje me ndoj se ka hikë për arsye 7. Se kur ishte nëna, vi rënd të rast, ajo gjyshja ma e burrit, më thëjtë i shpres në afiku, thëjtë nana, si i kina pas të nanë. Se e mande? Ha? Ajo e mande? Po, gjyshja ka pas majtë. Gjyshja ka rritë qysh 2 muaj e gjys. 2 muaj bile ka lënë nëna vetë, edhe e ka rritë. Edhe më thëjtë mu shpresë me poshtë sa një ashtë i mërzitën, po unë nga që toj marrë me të mirë, se ma vëndë sa ashtë jetem, thash mos e kësh një këty ka pas me vdek, thash i herë nona. Shuku kina fëmin, thash na falë zotin një gjallë, mos e shaj kërë, se ke mu, thash për shatë dush. Nuk e kam dash të tropë, as si burë, as fëmi kam frejë, po kam dash si dritë nesë jo. Për arsye që më ka arë zhinaf, se jam bo vetë në anë fëmije, e kam me nuk shyhë 2 muaj të rritët pa gjite në nëzvetë. Gruaja thekson se një ndër arsyet e largimit të burrit të saj kanë qenë krizat nervore, pasi prej kohësh ai vuante nga sëmundje mendore. Jam mundu me mish me shpirt me vë profil, edhe që bën rëb, me të vërtetë. Se ai nuk ka pas ditë me të thënë si në rrugë të mëdha. Nuk ditë me të thënë dorën, po tash sikur ka çan, ai ja bën rëb. Nuk fliste. S'fliste. Jo, si apret të troni prasi që më të ashtë të mërën, s'te qëftë me herë. I smur, sa? Po i smur, po invalid është ai, me gartelë, ai ka gartelën. Po, si shkoni ju bashkë me gjithë, si shkoni? Për zëtën ma ta ma mirë s'ka. Për zëtën se si jam mërzit, më falë kretë Amerikë, nuk e do vesh gjinit ta i rëbë zhallë. Ku mund e? Zhallë, vesh në zhallë në të të si dihet. Ku mund në dhe? Po fa zëtën si di haber ma si di ditë në edheks. Familjarët kanë denoncuar në polici për largimin në drejtim të paditur të tij, por të gjithë qëndrojnë me frikën se mos i ka ndodhur ndonjë fatkeqësi, ndërkohë pas gjithë këtij problemi dhe ankthi, është edhe një tjetër problem që e shqetëson bashkëshorten e braktisur tashmë, e cila i është drejtuar dyerve të vëllezërve të saj së bashku me vajzën e mitur, ndërkohë që është shqetësuar numëron orët e ankthit në pritje të ndonjë lajmi nga bashkëshorti. Ndonë se ka mos e 4 muaj që banorët e Peshkopis po përballen me problemin e mungesës së ujit të pishëm, ende problemi nuk ka marrë zgjidhje. Sipas kryebashkiakut Ilir Kloci, janë bërë tratativa të vazhdueshme me banorët e Kalasë së Dodës, të cilët kanë bllokuar burimet e tyre ujore, por deri më tani nuk është gjetur një gjuhë e përbashkët me ta. Sipas tij, problemi do të merrte zgjidhje vetëm duke u bërë ndërhyrjet sipas ligjit. Çdo përpjekje për të siguruar ujin e pishëm në qytetin e Peshkopis ka dështuar dhe kjo është pranuar prej kryebashkiakut Ilir Kloci. Prej nisjes së sezonit veror dhe deri më tani, qyteti që ai drejton nuk ka ujë të pishëm për shkak të bllokimit të burimeve me ujë në zonën e Kalasë së Dodës. Pas 4 muajsh thatësirë në shtëpitë e këtij qyteti, kryebashkiaku ka kërkuar një takim me drejtuesit lokal dhe drejtuesit të komunës së Kalasë së Dodës, duke kërkuar zgjidhjen e problemit. Kryebashkiaku ka nënvizuar se nuk ka funksionuar asnjë lloj forme për ta sjellë ujin dhe përmendin ndërhyrje të ashpër brenda ligjit. Banorët e Kalasë së Dodës nuk duan që burimet e tyre ujore të merren nga ujësjellsi, me arsyetimin se ato burime janë të vetmet që ata kanë për t'i përdorur për vaditje. Mbrëm në orën 21, falë ndërhyrjes së shpejtë të forcave të drejtorisë së policisë së qarkut të Shkodrës, u bë mundur arrestimi në flagrancë i shtetasit Ergysë, 17 vjeç, banues në fshatin Luars, komuna Velipoj, rrethi Shkodër. Arrestimi i tij u bë për arsye se ky shtetas rreth orës 20:10 të datës 26/9/2011 është kapur në flagrancë nga shërbimet policore tek vendi i quajtur Rezervat e Gazit në Reç të komunës Velipoj, duke kanosur për vrasje me automatik një shtetas banues në fshatin Reç. Sipas ambasadorit të OSBE-s në Tiranë Uol Farf, kthimi i opozitës në parlament është një hap vendimtar dhe i rëndësishëm. Por nga ana tjetër, ai ka theksuar se një parlament duhet të funksionojë në mënyrë profesionale dhe për këtë duhen bërë disa propozime për ndryshime në rregulloren e parlamentit.
Eugen Wolfarth, ambasadori OSBE-s në Tiranë, ka komentuar situatën politike në vend, duke deklaruar se kthimi i opozitës në parlament ishte një hap vendimtar dhe jashtëzakonisht i rëndësishëm, por sigurisht historia nuk mbaron vetëm me të qenit atje. Është vetëm fillimi, thot ambasadori OSBE-s, pasi duhet të zhvillohen diskutime konstruktive dhe të ekzistojë dëshira për të përfshirë në një dialog, për ta çuar vendin përpara e për të krijuar atmosferën nevojshme për hapa konsensual. Duke analizuar faktin që opozita ka bërë publikime disa propozime për ndryshime në rregulloren e parlamentit, duke kërkuar që rregulloria të jetë njësoj si në vitin 2005, ai tha se një parlament duhet të funksionojë në mënyrë profesionale dhe sigurisht që rregulloria është një rëndësi kyçe në këtë aspekt. Si shtash edhe më herët, është çështje vullneti dhe pasja një rregullore që siguron kushte të barabarta për qeverinë nga njëra anë dhe për opozitën nga ana tjetër, përbën një ndër parakushtet për të pasur mundësinë për të punuar siç duhet në parlament. Në shumë vende, për të mos thënë në të gjitha vendet, në të gjitha parlamentet apo kuvendet, në Bundestagun gjerman apo në Parlamentin Evropian, rregulloret zakonisht janë konsensuale. Në Shqipëri mendoj se ka ardhur koha për t'ju rikthyer një rregullore konsensuale, por sigurisht që duhet sqaruar nëse është më mirë të fillohet nga rregulloria e vjetër e 2005-s apo nëse duhen shtuar elemente të tjera. Sidoqoftë, rregulloria është sigurisht thelbësore. Nëse palët do të bien dakord nëse është konsensuale, ky do të përbënte një fillim të mirë, por u takon sigurisht partnerve dhe qëllimisht them partnerve të dyja krahëve. Gjatë vizitës së tij në New York, kryeministri Berisha në një prononcim për televizionin CNN ka theksuar se integrimi në Bashkimin Evropian është dhe do të mbetet ndër prioritetet kryesore të qeverisë shqiptare. Sipas tij, ndonë se Europa po kalon një krizë të thellë ekonomike, ai është shprehur se kombet europiane kanë të gjitha potencialet për ta kaluar atë, kështu që Shqipëria do të vazhdojë përpjekjet e saj për integrimin në Bashkimin Evropian. Integrimi në Bashkimin Evropian është dhe do të mbetet prioriteti i qeverisë shqiptare. Deklarata vjen nga kryeministri i vendit Sali Berisha në një prononcim për televizionin amerikan CNN gjatë vizitës së tij në New York. Unë mbetemi fokusuar dhe integrimi në Bashkimin Evropian është dhe do të mbetet projekti i prioritetit më të lartë i vendit tim. Ne do të bëjmë më të mirën për të arritur çfarëdo kërkohet, standarde, norma, praktika, për ta merituar atë. Unë e konsideroj një proces plotësisht të bazuar në merit, theksoi Berisha. Duke u përgjigjur interesit të rrjetit të njohur televiziv amerikan CNN, përse do donte Shqipëria të ishte pjesë e një hapësire ekonomike, që aktualisht është në një fazë shumë të rrezikshme, shefi i qeverisë shqiptare nënvizoi se Europa do të përballojë krizën, ndërkohë që Shqipëria nuk ka arsye për ta ngadalësuar ritmin e saj. Është e vërtetë që është një krizë serioze, por kam besimin e thellë se kombet europiane kanë të gjithë potencialet për ta kaluar atë dhe Shqipëria nuk ka asnjë arsye për të ngadalësuar përpjekjet e saj për integrimin evropian për shkak të kësaj krize. Unë besoj se euro, pavarësisht vështirësive momentale, do të vazhdojë dhe do të mbahet, ndoshta si një nga trashëgimit më të mira të Europës, të gjitha kohërave, ka nënvizuar kryeministri Berisha. Situata në veri të Kosovës është tensionuar pas vendimit të KFOR-it për të larguar barikadat e serbëve. Si rezultat i kësaj, grupe serbësh kanë goditur me gure mjete të forta ushtarët e KFOR-it, duke plagosur 4 prej tyre. Me njëherë janë kundërpërgjigjur ushtarët e KFOR-it, duke plagosur 17 serbë, ku 7 prej tyre ndodhen në gjendje kritike. Pas vendimit të forcave të KFOR-it për të larguar nga veriu të gjitha barikadat e ngritura nga serbët, situata atje është tensionuar. Mesditën e sotme, grupe ekstremistësh serb kanë sulmuar ushtarët e KFOR-it me gur, mjete të forta e armë. Si pasojë këtyre të shtënave kanë mbetur të plagosur 4 ushtarë të KFOR-it. Si kundërpërgjigje, ushtarët kanë përdorur gaz lotësjellës e plumba gome siç raportojnë mediat kosovare. Në radhët e ekstremistëve serb janë plagosur 17 persona. Zëdhënësi i forcave paqëruajtëse ka sqaruar se forcat e KFOR janë detyruar të përdorin gaz lotësjellës për të shpërndarë turmat e serbërve, ndërsa kanë qelluar edhe me plumba gome për t'u vetë mbrojtur. Në mesin e protestuesve ka pasur edhe një të plagosur. Atësajrimi i situatës ka ardhur pas vendimit të KFOR-it për të larguar barikadat e serbëve në veri. Po sot, forcat e KFOR-it kanë arrestuar edhe 5 serbë të cilët i bënë rezistencë forcave të KFOR-it. Pjesëtarët e kontingjentit amerikan të KFOR-it kanë thyer në mëngjes barikadën me një rrugë alternative, e cila nga Jarinja të çon në Serbinë qendrore. Sajti kosovar Kosova Press raporton se prej kundërpërgjigjes së forcave të KFOR-it ndaj ekstremistëve serb, deri tani janë plagosur 17 serb, prej të tyre 7 janë në gjendje kritike. Po sipas Kosova Pressit, grupet ekstremiste serbe kanë shkatërruar edhe 2 makina të KFOR-it.
Vjoj me lajmet nga bota, rritja e numrit të azil kërkuesve ka detyruar komisionerën në Komisionin Evropian të kërkoj përmes një letre ministrave të brendshëm të Shqipërisë, Bosnjës, Maqedonisë dhe Serbisë informacione mbi masat e marra për parandalimin e këtij fenomeni. Ndërkohë ka reaguar dhe zëdhënësi i Këshillit Evropian, duke deklaruar se nëse vendet e rajonit nuk reagojnë ndaj këtij fenomeni, atëherë në këto vende rrezikohet liberalizimi i vizave. Belgjika, Gjermania dhe Suedia ankohen në Komisionin Evropian për rritjen e numrit të azil kërkuesve nga Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit që përfitojnë nga regjimi i lirë i vizave. Kjo gjë ka detyruar komisioneren Cecilia Malmström të kërkojë përmes një letre ministrave të brendshëm të Shqipërisë, Bosnjës, Maqedonisë dhe Serbisë informacione mbi masat e marra për parandalimin e këtij fenomeni. Dua të tërheq vëmendjen tuaj mbi shifrat e fundit të mbledhura nga sistemi i alarmit dhe t'ju kërkoj të merrni të gjitha masat e nevojshme në përgjigje. Të dhënat e mbledhura nga fundi i sezonit të verës dhe fillimi i shtatorit tregojnë për disa vende një rritje të prekshme në numrin e përgjithshëm të aplikimeve për azil, konkretisht në Gjermani, Belgjik dhe Zvicër, që në veçanti mbeten më të prekurat, thot Malmström në letrën e saj. Letra e komisioneres ndaj ministrave të brendshëm në rajon shoqërohet edhe me të dhënat alarmante. Suedia raporton se gjatë muajit gusht ka patur shtim të azil kërkuesve me shtetësi shqiptare në nivelin 163%, krahasuar me muajin paraardhës. Me të njëjtën përqindje, pozicionohet edhe Bosnia, ndërsa vërehet ulje në aplikimet e shtetasve serbe e malazez. Në Gjermani është shënuar rritje me 50% në aplikimet e shqiptarëve gjatë muajit gusht, ndërsa në Belgjik rezultojnë 36% kërkesa më shumë se gjatë së njëjtës periudhë të muajit të kaluar. Do t'ju isha mirënjohëse që të merrja nga ju përpara forumit ministrial të Ohrit përgjigjen tuaj me një listë të masave paraprake që janë marrë, si dhe me ato që synohet të vijë në zbatim, thuhet në letër. Forumi ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit mbahet më 3 dhe më 4 tetor në Ohër. Përveç kësaj, në letër komisionerja Malmström fton të gjithë zyrtarët e rajonit të merren me vizat në një takim urgjent pas ministeralit të Ohrit me drejtorin e përgjithshëm të Komisionit Evropian. Ndërkohë, zëdhënësi i Komisionit Evropian, Michael Cherchon, u shpreh se nëse vendet e rajonit nuk reagojnë në kohë dhe siç duhet ndaj shqetësimeve të ngritura nga Bashkimi Evropian, atëherë rrezikohet liberalizimi i vizave. Në maj të këtij viti, Komisioni propozoi një klauzolë sigurie për vendet anëtare që mundësonte pezullimin e përkohshëm të regjimit të lirë pa viza ndaj një vendi në rast abuzimi. Kryeministri grek Papandreou është takuar në Berlin me kancelaren Angela Merkel, si një përpjekje e fundit për të rimëkëmbur ekonominë greke. Nga ana tjetër, fjalimi i Papandreut në dhomën industrialistëve gjerman, ku ka kërkuar biznesmenëve gjerman që të investojnë në Greqi, u ka dhënë atyre garanci se grekët do të bëjnë gjithçka me çdo lloj kosto. Përpjekjet e fundit për t'i shpëtuar falimentimit të përgjithshëm dhe për të rimëkëmbur ekonominë e saj, po bën Athina zyrtare dhe vëmendjen e gjithë grekëve është sot në Berlin, në takimin e programuar të kryeministrit Papandreou me kancelaren gjermane Angela Merkel. Fjalimi i Papandreut në dhomën industrialistëve gjerman në mëngjesin e së martës është komentuar si tepër pozitiv dhe i sinqert. Duke u kërkuar biznesmenëve gjerman të investojnë në Greqi, ai u ka dhënë atyre garancinë se grekët do të bëjnë gjithçka me çdo lloj kosto, por e kërkojnë këtë mbështetje për të cilën do të jenë mirënjohës. Bëhet fjalë për investime në një Greqi të ndryshuar, që po përballen me probleme të cilat kishin vite që ishin përqendruar, por kemi bërë brenda disa muajsh reforma të papara. Le ta bëjmë këtë krizë mundësi. Mund t'ju garantoj se investimet tuaja në Greqi nuk do të na mbajnë të ngjitur me të kaluarën. Është një investim për ta çuar përpara, ka thënë kryeministri Papandreou. Nuk më intereson rizgjidhja ime apo e partisë ime në pushtet, ka theksuar ai, duke u dhënë përgjigje dhe sondazheve të fundit që u japin socialistëve përqindjen më të ulët në historinë e tyre, 15% e votave, rreth 6% më pak se konservatorët. Prandaj ai ka kërkuar hapur ndihmën e tyre dhe të partnerëve europian. Nëse nuk do të kishim një BE, do duhej ta shpiknim. Për ndryshe, asnjë prej nesh nuk do të kishte forcën për të përballur këtë sfidë ai vetëm, tha Papandreou. Një moment tepër i rëndësishëm konsiderohet për politikën greke, votimi i ligjit për taksën e pasurisë së patundshme në parlamentin grek në orët e ardhshme, për të cilën shumë prej deputetëve socialist kanë shprehur kundërshtimin e hapur të tyre. Ky fakt ka ngjallur shpresën te konservatorët se mund të sjellë humbjen e votbesimit të qeverisë në parlament, si dhe zgjedhje të parakohshme. Dhe së fundmi vijoj me kultur. Ndahet nga jeta në moshën 63 vjeçare aktori i njohur i skenës dhe i ekranit Vasilaj Vangjeli.
Vangjeli ka qenë dhe do të mbetet një ndër artistët më të mëdhenj të estradës së Tiranës, ku rolet e tij kanë kaluar shifrën 100. Ai është quar si një aktor me diapazon të gjerë, me cilësi të mëdha artistike, si dhe depërtues i thellë në tipa e karaktere. Koç. Qënë keni nga ata. Po më një dashuroj. Ora vagabond, unë këtu ti thua qupës të dashuroj? Vë qafën, hajde nisë. Më fali, qërës më skari, më skam që. Është ndarë mbrëm nga jeta aktori i njohur i skenës dhe ekranit Vasilaq Vangjeli. Aktori i njohur 63 vjeçar ishte shtruar një ditë më parë në Spitalin Ushtarak të Tiranës. Vangjeli lindi në shkurt të vitit 1948 dhe pas ushtrisë ndoqi Institutin e Arteve në vitet 1973-1975. Ka qenë ndër artistët më të rëndësishëm të estradës së Tiranës, duke luajtur pothuajse në të gjitha premierat. Është një aktor me diapazon të gjerë, vokal vesh absolut, humorist dhe recitues, aktor tragjiko-komik me cilësi të mëdha artistike, intuit e depërtues i thellë në tipa e karaktere. Rolet e tij në estradë, teatr, kinematografi e kalojnë shifrën 100. Të gjithë i kujtojnë Dhëndrin Koçi tek Zonja nga qyteti, Shoku Ynë Tili, Një gjel në Qymez, Një mburavec që ka frikë nga pëllitja e lopës, Dordoleci, Don Kishoti, ose rolin e Lolos, një Lolo tragjikomik me nuanca tepër fine të interpretimit. Të shumta janë rolet në estradë, si te komedia e vodvil Mirelo Gjigj, Pa martuar 50 vjeçar, apo tek rolet Dashi pa brir dhe Gjuetia e fundit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Por më tepër mund të klikoni në website-in ton zyrtar movisplus.tv. Bashkë miru pafshim.